Mëngjesi i sotëm ka nisur me një pamje të ëmbël dhe plot ngrohtësi nga Chiara Tito, e cila ka ndarë me ndjekësit një moment të veçantë nga përditshmëria me vajzën e saj Luna Mari. Në një foto të postuar në Instagram, vogëlushja shfaqet ulur në karrocë me një veshje të çelët, pantallona të zbardhura me motive të zeza dhe një kukull të vogël në krahët e saj. Ndërsa vëmendjen e të gjithëve e kanë marrë sandalet e bardha me fjongo që zbukurojnë këmbët e saj të vogla. Fotoja flet vetë për dashurinë dhe për kujdesjen e nënës, për detajet që Chiara zgjedh me shumë kujdes për vajzën e saj dhe për mënyrën se si çdo dalje jashtë kthehet në një çast të paharrueshëm. Ndjekësit kanë komentuar me shumë dashuri për stilin e thjeshtë dhe të lezetshëm që ajo ka për Lunën, ndërsa shumë nëna janë ndjerë të përfaqësuara në këtë moment të qetë e të bukur të një mëngjesi pranveror. Kukulla në dorën e Lunës është po ashtu një detaj që ka tërhequr vëmendjen, duke shtuar ëmbëlsi në kompozimin e fotos dhe duke treguar që ajo tashmë është në një fazë kur nis të krijojë lidhje me lodrat, të imitojë dhe të eksplorojë botën me kureshtje. Chiara, megjithse është e angazhuar me projekte të shumta profesionale, nuk e lë asnjëherë pas dore kohën që kalon me vajzën dhe ky postim është edhe një herë dëshmi e kësaj përkushtimi të palodhur. Shumë ndjekës kanë përgëzuar nënën e re për harmoninë që arrin të krijojë në çdo detaj, për mënyrën se si shfaq dashurinë dhe për stilin e saj që kombinohet gjithmonë me butësinë e Lunës. Në këtë foto nuk është e nevojshme të shfaqen fytyra apo poza të drejtpërdrejta, sepse ajo çfarë përcillet është ndjenja, është ritmi i ngadaltë i një mëngjesi kur nëna dhe bija dalin për ajër të pastër, për diell dhe për të shijuar heshtjen e qytetit ende të përgjumur. Postimi ka marrë menjëherë shumë pëlqime dhe komente që shprehin admirim, emocion dhe një ndjenjë të përbashkët me të gjitha nënat që i ndajnë këto çaste të vogla por të paçmueshme. Chiara Tito, në mënyrën më natyrale të mundshme, vazhdon të frymëzojë përmes një nën të re që po rrit një vajzë me dashuri, qetësi dhe vëmendje ndaj çdo detaji të vogël që ka peshë të madhe në kujtime.